E tani është koha të ndjekim një intervistë me kryetarin e shoqatës së prodhuesve të qumshtit, Naser Bajraktari, i cili foli për krizën në sektorin e qumshtit, një situatë që sipas tij po thellohet gjithnjë më shumë dhe po vështirëson punën e prodhuesve vendor. Në këtë intervistë ai ndan shqetësimet, sfidat dhe kërkesat e fermerëve, duke folur edhe për nevojën e mbështetjes së madhe për këtë sektor të rëndësishëm të bujqësisë. Mes punës së palodhshme të fermerëve dhe shqetësimeve që po rëndojnë sektorin e qumshtit, në Skenderaj realizuam një intervistë me kryetarin e shoqatës së prodhuesve të qumshtit, Naser Bajraktari. Ai foli për krizën që po prek prodhuesit vendor, duke theksuar se shumë fermerë po përballen me vështirësi të mëdha financiare, rritje të kostove dhe mungesë të mbështetjes së nevojshme për ta mbajtur gjallë këtë sektor. Arsyet kryesore që ka filluar nga tetori vitit kaluar duke reduktuar sasia e qumshtit, duke shkuar në për industri qumshtit që është zvogluar sasia dhe është zvogluar numri i farmerëve të cilët nuk e kanë pas plasmanin e sigurt të qumshtit, ka qenë mos shitja e qumshtit dhe ankesat e përpunuesve që nuk po kanë treg në Kosovë. Ku në të njëjtin kohë, domthonë ka vlua importi i produkteve të qumshtit në Kosovë. Dhe kështu që ka ardhur deri te shumë limitimi sasisë e qumshtit, mos grumbullimi i qumshtit dhe kanë ardhur deri te problemet të cilat ka ardhur edhe zbritja e çmimit qumshtit farmerit, që jemi ardhur në këtë fazë ku fermeri me këtë çmim nuk mundet të mbjetojë. Të fermerët tonë, me zbritjet e çmimit, do të thotë që nuk mund të mbulojnë kostin e prodhimit. Prodhimit si qumshtit, sepse fermeri ka shpenzime, të cilët janë një koste që në këtë vit kanë ndodhur edhe çmimet e naftës edhe shumë që ju kanë ngrit kosti e prodhimit qumshtit. Çmimi më para, e cila ka qenë mesatarisht në Kosovë, u kon i përballueshëm, dhe me ndihmën e subvencioneve dhe kështu ku përballoshëm. Me këtë çmim që është zbritur çmimi, fermeri nuk mund të mbulon dhe nëse vazhdohet kjo situatë, është gjendje shumë e rëndë që mund të mbyllen shumë ferma në Kosovë, sepse nuk mundet të mbjetojë dhe nuk e ka plasmanin në zhduar. Do të thonë mundet me u rreziku mbyllja e fermave në Kosovë. Se ne kemi punuar dhe kemi rrugtuar që një kohë të gjatë për të ngritë fermat, për të ngritë cilësinë e qumshtit, për të ngritë prodhimtarinë e qumshtit, edhe shteti dhe ministria kanë dhënë grande edhe për prodhuesit, edhe për përpunuesit, për më shkuar në industri dhe për më shkuar në firmë më moderne, të cilët më shku përpara dhe me zhvillu ekonominë tonë dhe me met mjetet në vendin tonë të fermerit, të bujku, të konsumatori. Tash, me mbylljen, me gjendjen e tashit që është, me fillu me mbyllë firmat është shumë e rëndë, është një send shumë e rëndë e cila me vite të tëra kena kontribuar për marrë këto dhe tash më mbyllë këtu. Çka duhet ndërmarrë? Këtu është dora e shtetit mundet me rregullu këtë punë. Ne jemi në bisedime, jemi duke biseduar me ministrinë, me ministrinë përkatëse, kemi qenë edhe me ministrinë e industrisë të tregtisë, kemi qenë edhe jemi në kontakt dhe jemi duke biseduar me ministrin e bujqësisë Armend Muja dhe po shpresojmë që do të arrijmë një marrëveshje apo një aludim të cilën do të vazhdojmë të më na lëmë me punu thjesht. Me lëmë bukën, me punu, me prodhu dhe me shit popullit vetë. Një produkt i cilin është më shumë djerës se produkti qëtë. Ne duhet të vëdësohëm si popull, të cilin prodhimet tona të jenë prioritare. Prodhimi jonë duhet me konë prioritet. Unë kësha bo dhe thirrje, qytetarëve, kësha bo thirrje të gjithve që të konsumojnë produktet vendore. Ne i kemi qumshtin të kontrolluar, i cili është i kontrolluar për agjencionin të veterinës, i kemi programin i cili vinë mirë në mostët e qumshtit të çdo farmer dhe analizohen në agjencionin e veterinës pushimit dhe është rjeti, domethënë, i legjitim të gjithë prej fermerit deri të shkon deri te përpunuesi. Është gjithçka legjitime me vi të rregullt. Andaj kërkoj
edhe për qytetarët, po e kam edhe një apel të marketet e tona të Kosovës. Le të bëhen pak më të sinqert, le të bëhen pak më të dojnë veten, le të ekspozojnë produktet e prodhimeve vendore në ku ekspozohen më shumë, le të dhonë hapësin produkteve tona, sepse ata në ndihmojnë neve, i ndihmojnë industrisë edhe i ndihmojnë të gjithë qytetarëve. Le të bëhen pak edhe nëse nuk fitojnë ato markete më shumë se me një produktire, pa le të bëhen pak dhe të mbrojnë se na mbrojnë të gjithëve. Ka fillu ministria, ka ndërmarrë disa masa, që i kemi kërku që ne të kemi hapësin në treg. Qumshti jonë të shitet në vendin të. Nuk vjen nga importi? Jo, nuk vjen nga importi. Pa morë parasysh prej shtetëve që vjen, këtu shteti duhet me dashtë ma forë vetën, se të gjithë bushtë, ose me dashtë bujkën e vetë ma forë se bujkën e shteti tjetër. Duhet shteti jonë me mbrojt bujkën. Kosta e prodhimit është rritë edhe të vremer për shkak se ka shumë arsye. Ta shpimorëm kjo globale nafta, e cila ndikon drejt për drejt të fremere, sepse të gjitha që kanë ngritë çmimet, do thonë, është e zvoglon e rritë kostën e prodhimit. Të gjitha çmimet, që është plera artificiale të gjithmonë, të fremeri e ngritë kostën e prodhimit të dine dhe i lënë thjesht fitim më të vogël ose mos të me humbje. A ka ndryshuar dhe cilësia e qumshtit? Cilësia e qumshtit është, po flasim me laborator të agjentë të veterinit që në merret ushqimit dhe jemi shumë në hapat mirë dhe shumë për çdo vit jemi duke shkuar se kemi me sasia shumë të mëdha të cilat janë edhe në ekstra klasë që është qumshti. Nuk jemi 100%, po jemi shumë në rrugë të marë për qumsht cilësore. Sipas tij, fermerët thonë se pa mbështetje konkrete dhe pa stabilitet në treg, sektori i qumshtit rrezikon të përballet me vështirësi edhe më të mëdha në të ardhmen.